Falënderimet I takojnë Allahut Zotit Gjithësisë, pse ai është I vetëm dhe I pashok, që ka pushtetin mbi gjithçka që dhe meriton të adhurohet, të falënderohet, që t'i shtrihet dora për ndihmë. Mëshira Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, dhe për mbi të gjithë ato të dashur besimtarë dhe besimtare që I kanë ndihmuar këtij dini deri ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju të dashur besimtarë dhe besimtare që jeni sot në këtë xhami. Lut Allahun të na falë dhe na mëshirojë të gjithë. Vetëm një ajet kemi marrë për xumën e sotshme. Ka të bëjë me një sifat që është kryesor në jetën e njeriu, që quhet ndryshe e folmja. Dhe ne hutben se dhe cilësojmë si heshtje, çdo më thonë të heshtësh. Çfarë dobi e ka me hesht? Çfarë dobi e ka me fol? Çfarë dome ka me fol shumë? Çfarë dome ka me fol fjalët e tjerëve e tjera gjëra që inshallah vash do të mundona që t'i tregojmë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të afruar tek fjala e Allahut xhënë xhënën, e cila thotë, çdo njeriu thotë I kemi caktuar përcjellës, roje, përçues, nigjues, që çka flet robi, çka del nga goja e tij, është regjistruar. Thotë Allahu në Kur'anin e Madhërueshëm. Pra secilit për ju thotë I kemi dërguar përcjellës. Pra në momentin që ai flet, e ndëgjon meleku I Zotit, e regjistron meleku I Zotit. Nërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, ditën e llogarisë, le të flasit mirë tha, ose ta mölli gojën e të heshtë, mos të foli hiç. Pra deri këtu e sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhelle xhelalu alhamdulillah që na ka dhënë të folmen, pra gjuhën për të nxjerrë zonë. Sigurisht që është një mrekulli e madhe mrena gojës, që të ndryshohen fjalët, të ndryshohen germat, shkronjat, mrekullin vetje. Allahu xhelle xhelalu flet për gjuhën e ndryshme që kanë njerëzit në botë, edhe thotë, secili thotë nga popujt I kemi dhënë gjuhën e vet me qëllim që të dallojmë nga njëri tjetri. Pra, e njëjta gojë, I njëjti njeri, kanë emra të ndryshme, fjalët që ata përdorin. Nga është kjo, vetëm nga I madhi Zot xhelle xhelaluhu. Megjithatë, kjo mirësi e madhe që nuk është për kafshët që me folë si njerëzit. Edhe ata kanë gjuhën e vetë që merren vesh, por jo si ne. Njerëzit pra kanë më zhvilluar. Vendosin edhe mendjen punë, edhe asnjëherë nuk e lejojnë gjuhën që të flasi para mendjes. Pra gjithçka e kontrollojnë para se ta nxjerrin prej goje. Pse? Me të vërtetë është një çështje shumë e rëndësishme. Vallahi, miliona njerëz nëpër botë mund të jenë sot në përburgje vetëm për shkakun e fjalëve. E kanë liru gojën, edhe pa I kontrollu. Jepi, si me pasnezat e radio, jepi sa të munësh. Keni ngjuar që thonë për një njeri llafazan I madh. Zakonisht të llafazanët si majnës në punë, 5.000 fjalë në sekond. E të mërshme. Pa lidhje. Fjalët e botës, fjalët e veta. Ngarkohen shmenë. Allahu xhelle xhelaluhu për secilin ka përcjellës. Dhe të shtem është edhe përcjellës tjetër që është shtu, veç këtyre të melekëve, telefoni. Keni ngjuar që thonë disa njerëz, kujdes se ju përgjigj. Kujdes se ju a përgjojnë. Edhe me efik thonë prap përgjohet, prap ka lidhja me ata që ka sa ju edhe. A keni pajo që shumë njerëz kanë shku në rrezik prej fjalëve të tepërta.
Heshtje kanë thonë atë heshmit bën zotni. Edhe i grua e bën zonjë, pra burrin e bën zotni. Heshtja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një nga shokët e tij, sahabët, e nisi për në Yemen. Edhe ai i tha, ja Rasulullah, para se të shkoj atje, tha, më jep në këshill. Tha, o Muadh, ruje gjuhën tënde, i tha. Mirë po ju dok pak kjo, Muadhit, i tha, edhe i këshill tjetër, tha. Të paktën 2-3 nga goja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai tha, o Muadh, a mendon ti, tha, se njerëzit kanë shku humje përveç në i gjëja tjetër se sa gjuha? Nga e folmi e tepër, e folmi e palidhi, tha, a mendon se njerëzit i ka rreziku gjëja tjetër? Përmbahju kësaj, tha. Përmbahju kësaj. Ruje gjuhën tënde, edhe do t'jesh i shpëtuar për të dy jetët. Thot në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A keni pa ke mure e ke vetje jote që ti detyrohesh me kërku falje. Kërkesa e faljes është për njerëzve të mirë, me u pendu, me kërku halallekun. Për çfarë? As i gjon se ke prek, as kopshtin, as shtëpinë, as pasurinë, vetëm me fjalë. E ke rëndu me fjalë. Edhe e i detyru, a më falë. Pa e dini se është shumë gjë e mirë që njeriu t'i kërkosh falje. Po aq edhe heron. Pse t'i kërkosh falje? Pse e çove veten me këtë pozicion? Pse e qite prej goje këtë? Ma e herë këto.